atëherë, në 1950-ën ka patur vetëm 12 persona që kanë kaluar moshën 100 vjet. Sot në 2023-shin, para 2 viteve që është kjo statistikë, janë 2086 persona që kanë kaluar moshën 100 vjeçare. A mundesh më tregu arsyen pse më shumë tash jetojnë, sepse realisht po flitet që s'po ham bio, po konsumojmë ushqimin pak më ndryshe se sa dikur, si ka mundësi që është rrit statistika kështu? Po, sipas statistikave ka të bëjë edhe me stilin e jetës, edhe me mundësitë e shërbimeve shëndetësore. Okay. Ajo është kryesorja. Mirë po te kjo statistikë, sa për ilustrim, isheni 2 ngjyra. Ngjyra violet është ngjyra e gjinisë femërore, ndërsa ngjyra e gjelbërt është e gjinisë mashkullore. Do thotë gratë jetojnë shumë më shumë se burrat. Dikon mbi 80% të grave në këtë statistikë e kalojnë atë moshën. Apo të vjen i noti ty edhe mu pak? Drejt me tregu, i noti po më vjen se me dëshirë edhe unë do të tesha në këtë grupin e 100 vjeçarve, pa është fakt i njerit. Arsyet se pse, tash në qoftë se marrëm në formën sarkastike, gratë jetojnë më shumë se nuk kanë gra me bë nervoz. Sa për pak me premisione ju. E fort ishte kjo. Një sekondë aty. Shikues dashur, flitet sipas statistikës tu që gratë një përqindje e madhe jetojnë më shumë se sa burrat. Burrat më pak jetojnë, pra që i kalojnë moshën 100 vjeçare. Proporcion 8-2 gati. 8-2. Tash imagjino, 8-2. 8 janë gratë që jetojnë më shumë, 2 janë burrat që jetojnë që i kalojnë 100 vjeçaren. E tash i gratë po jetojnë kanë sepse s'kanë gra për më bërë stres, shaka. Burrat jetojnë më pak për arsye ta mundesh të tregu? Jo, arsyet janë kështu tash po flasim pa shaka. Arsyet janë për shkak se burrat kanë një stil tjetër të jetës, jo të shëndetshëm. Një prej tyre është konsumi i duhanit, konsumi i alkoolit, edhe kohën e fundit konsumi edhe i drogave të ndryshme. Tjetër shka është shumë e rëndësi, burrat janë më të dhunshëm, kështu që jo për shaka, por ju preferoj burrave mos me qenë dhunshëm se edhe ajo ndikon në shkurtimin e jetës. E gratë janë më të arsyeshme në stilin e jetës që e bëjnë. Kjo është arsyeja kryesore sipas statistikave. Me pak fjalë nervoziteti të meshkujt apo dominon, domethënë edhe e shkurton jetën. E shkurton jetën. Kurse gratë janë më të arsyeshme, më qeta dhe munden me marrë më për jetën. Sa më shumë që sillen burrat me gra mirë, aq më gjatë e keni. Secili ëndron më fut prej tek kjo këtu, realisht. Me kalu 100 vjeçaren. Tash për të ardhmen. Nëse shohim këtë statistikën poshtë, do thotë në vitin 2023 kanë qenë 2086 mbi moshën 100 vjeçare. Në vitin 2040, nëse i shikojmë statistikat, atëherë do të jenë mbi 30.000 njerëz që kalojnë moshën 100 vjeçare.